Big Brother. Pash në lajme që në Shqipëri sonte apo nesër fillon ky emisioni Big Brother. Edhe gjoja e parë që më shkoi në mendje, thash, me sa fat janë këto liderët e tonë, Sali Berisha, Fatos Nana, këto maskaret që vjedhin, siç është kjo, Belinda Balluku, kush janë këto, të kabinetit saj, siç janë këto që talën në përqeshën eve në kuvent, peleshe që ka janë këta, me sa fat që janë. Tashti, bëjnë që të dunë ata, që të ketë qefi, se populli jonë tashti, që është atje, ka se me çfarë merret. Merret me thashë themët, merret me pislikun, merren me ca show, që tregojnë anët më të ulta të racës njerëzore të njerëzimit. Por nuk është faji popullit. Populli është në dëshpërim. Populli është në skamje. Populli është në mirim. Populli s'ka aftësi intelektuale dhe kulturore. Edhe me këto e gjenë kënaqësinë, me këto thashë themet, me këto pisliqe, me ekspozimin e anëve më kafshërore që ka njeriu me ka flet, çfarë hëngri, më fal për shprehjen, kur shkoj në banjo, kë puthi, kë tradhtoj, çfarë tha, si tha, ditë natë 24 orë. Është pislik, është turp, por është karakteristike shoqërive të pa civilizume, edhe pa jo vetëm horizont për jetën, por pa shpresë. Edhe është ndoshta si një drogë që më pin veten me budalliqe të tilla, por mu nuk kam problem që filloi ky Big Brother, nuk kam problem që një kamp i tonë do të rritë ashtu i myllët i mas televizorit, edhe shofin kush porti, e kush puthi ka ca budalliqe, por ajo që më vret mu në shpirt është se tashti do kënaqen këto në vend që ne të shifnin për herë të parë populli jon, se si kacafyteshin këto maskarej që kanë marrë në përkombë dhe janë tallë me popullin ton prej kaq vitesh. Ka qenë radha e popullit dhe shiftet kacafyteshin këto maskarej që bëjnë lojë. Po të shiftin tash i zëshofin, tash i prap. S'ka nevojë të bëjnë ndoshta as protesta, ma. Berisha me tërheq vëmendjen. S'ka nevojë të thotë, ma, ai gazmend bardhi na duhen dokumentat të shohim para se të votojmë, që të mos e votojnë. Të mos e votojnë se janë kanë pisliqet. Ato nuk duhet të kërkonin dokumente, vetëm socialistët duhet të kërkonin dokumente, duhen prova. Ti i ke pas provat për derisa ka thonë të arrestohet deri më sot me maskara. E pse dash ka prova tash që duhen të arrestojnë duhen prova. Por kanë le me këmisha vëllezër e motra, se dash i populli i ka sy të haleja. Mendoni si është populli shqiptar, mos i vi keq që ju them juve. Është në fshat, do të tregojnë juve. Po kur isha unë i vogël, po mlidhin shalqina i brgat, po vildin shalqi. Edhe dikujt i kisha rap bargu, një çunit ri. Edhe kishin një kanal, një pru, i themen e proj me shelqe aty, nan shalqive. Edhe hikte ky, nga herë 20 minuta se kishte hëngër dhe shalqi, i kisha rap bargu, shalqi hanin pa projt, edhe hikte me vrap atje. Edhe ç'a bëjnë këto tash? Kur shkon falni për shprehjen, po kështu është populli jon me këtë Big Brotherin që shohin Big Brotherin. Kur shkon ai në kanal, të gjithë jemi njerëz, edhe po flasin për anët më të ulta të njeriut, për këtë po e flas edhe unë. Kur shkon ai atje në pru. Kur të bjen bark të duket sikur të ecë barku, s'mund të rish, ikan me vrap, edhe shkon atje, heq breket, arrin atje të buz projt,
menu që jem qef mas shelgjeve për mas ferëve, edhe si e në gjendje shtrëngohesh, e shtrëngo vetën dalë në diçka dhe s'del, edhe kur duhet del e të bën. Edhe këta që një person dështi, se dishon kjo brigata që i përbën hile, po shkon se kërkoj shlodhje, edhe që një maskara, një tjetër, një djalë të vogël, mas ferëve të përgjoj se çfarë përbënte. Edhe i thret me dorë, si kur kështë shku në spionë dhe ka gjetë atë që ka quhet strofkullën nga bombardon për shembull ushtria armike, je bën me dorë ky brigatës edhe vinë gjithë ata idiotët. Gratë e gocët qeshin atje zgërdheshin çfarë po shohin. Burrët e djemë të ri vinë aty te ferrat, edhe shohin, po shifshin këto që ka heq breket, edhe shtrudh të vetën atje, si kishte, këtë është shef populli jonë, se është populli idiot, atë shiftet hera, aq e kishte kapacitetin, ajo ishte gjithçka. Vinte një budall për shembull dhe fliste mes brigatës, ka dalë me meti atje në mbledhjen e 81 partive me Enver Hoxhën, ka hyrë atje dhe ka qit një këbure aty e kishte mçef në çizmet, edhe ato deshën të arrestojnë. Këto sa që ishte horizonti, ishin sa për shkëput nga kafsha, edhe pse vinim nga një shoqëri mira vjeçare, ku kanë lullësu universitetet që para se të themelohesh Roma, prej 500-600 vjetësh në nësundimin turk, ne ishim shpla nga trut. Edhe ky është kombi jonë sot. Kombi jonë sot, shef, si ajo brigata që të rëgoj juve, që shkonte dhe dukte sikur çfarë shifte qeshte bon të gallat, se shifte një tjenë ferra, më falni për shprehen që po 10, këta shef gjithë kombit është ti, këtë pislik që quhet Big Brother, por kë Big Brother do të shpëtojt është i Ballukun, do të shpëtojt është i Berishën, këtë të poshtë, do të pushtoj, shpëtoj Ramën, do të shpëtoj këto klysh kurvësh që tallen me ne, e bën lojra me ne. Ditë natë, Sami Gjoka, ju përshnet vëmendja, fokusimi i vëmendjes është vend tjetër të është ke Big Brother, ata që shofin Big Brother, ata pra që janë si kjo brigata që të rëgovon juve, që shkone dhe shiftin si ai po 10, edhe po qeshin si kur po shiftin. Këta janë këto njerëz që shofin Big Brother në Shqipëri, më vjen keq. Jeni njerëzit e mi, por ju ka që keni kapacitetin me ka që knaqeni, të shifni kush 10, shifni aty Big Brother. Edhe kur e shof se me sa e presin, kur konstatoj me sa dëshirë e presin shqiptarët e mi këtë lloj emisioni që tregon cilësitë e vetit më të fëllishme, më të ulta të njeriut, si ata që futen atje, si ata që dëgjojnë, gati, du të them, hakun ju bëjnë. Berisha e Rama se këta meritoni, se jeni kafshë, jeni vemja, edhe kur i shoh kështu, me hiqet ajo dëshira që ne jemi kombi mall, them, ndoshta është mirë të vi serbit t'ju aqinonën të zhdu këtë popullin të minjërant, këta legend, këto vemja, këto rishna, këta janë vetëm rishna, shtu këpusha, që janë në gull, në tullët e dheu tim dhe duen zhduk një herë për gjithmonë. Duhet dalë Serbia sa më parë të vi me avion të helmin nga sipër e të na qinonën të na zhduk, Sami Gjoka ju përshëndet. Tashi që du të mbyllë, s'pranon mbyllët.